Mbulimi i të shëmtuarave është akt besnikërie. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush ja mbulon vëllait të tij një të shëmtuar që e ka parë tek ai, Allahu do ta mbulojë atë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ky hadith i mrekullueshëm i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi përmban një mesazh të thellë moral, shoqëror dhe shpirtëror. Në këtë hadith, profeti ynë i dashur na mëson se të mbulosh të shëmtuarën dhe gabimin e vëllait tënd, të me thonë të mos e përhapësh dhe të mos e turprosh atë para të tjerëve, është një akt i madh mëshire dhe besnikërie. Si shpërblim për këtë vepër, Allahu e trajton njeriu me të njëjtën mëshirë. Pra, Allahu do t'ja mbulojë gabimin dhe të shëmtuarët në këtë botë dhe në botën tjetër. Ky hadith nuk do të thotë të justifikojmë apo të fshehim padrejtësinë, por të veprojmë me urtësi dhe mirësi. Nëse mund ta ndihmojmë vëllain ton të përmirësohet në mënyrë të butë e pa e poshtruar atë, kjo është rruga profetike. Mbulimi i gabimeve i të shëmtuarve bëhet për ta mbrojtur nderin, jo për të përhapur mëkatin. Në një shoqëri ku njerëzit ja mbulojnë njëri tjetrit gabimet të shëmtuarat, aty sundon dashuria, besimi dhe qetësia. Por në një shoqëri ku njerëzit ja zbulojnë dhe përhapin gabimet e të shëmtuarat e të tjerëve, mbizotron përçarja, përgojimi dhe urrejtja. Hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson një ligj hyjnor, që është si të sillesh me njerëzit, ashtu do të trajtojë Allahu. Nëse tregohesh i mëshirshëm, Allahu do të të mëshirojë. Nëse mbulon, Allahu do të mbulojë. Nëse fal, Allahu do të falë. Në kohën e medjave dhe përhapjes së lajmeve, ku çdo gabim i dikujt mund të bëhet publik për sekonda, ky hadith është një thirrje e fuqishme për etik, mëshirë dhe mbulim të gabimeve dhe të shëmtuarve. Të mbrosh nderin e tjetrit është një formë e lartë e besimit dhe një shenjë e bindjes së fortë ndaj Allahut të plot fuqishëm.